Tashmë ka nisur zyrtarisht sezoni turistik dhe duket edhe i qartë fluksi i lëvizjeve në pikat e kalimit kufitar në Muriçan dhe në Hanin e Hotit, dy portat kryesore të hyrje-daljeve për qarkun e Shkodrës. Nga të dhënat e bëra me dije nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, vetëm në 4 ditët e fundit, mbi 53.000 shtetas kanë hyrë dhe dalë përmes këtyre pikave, ku rreth 27.900 janë shtetas të cilët kanë hyrë në vendin tonë dhe 31.200 janë shtetas të cilët kanë dalë përmes kësaj pike. Ndërkohë që na bëhet ditur nga policia se janë rreth 5.700 shtetas ata të cilët kanë hyrë në vendin tonë për qëllime turistike. Tashmë fluksi i përditshëm në këto pika të kalimit kufitar është rreth 13.000 shtetas në ditë, të cilët hynë dhe dalin në territorin shqiptar. Në pikat e kalimit kufitar Muriçan dhe Hani Hotit, situata është ende e qetë dhe e menaxhueshme, për shkak se fluksi i lëvizjeve pritet të shtohet zyrtarisht nga data 1 korrik, ku fillon edhe kthimi i emigrantëve në vendlindje. Nga të dhënat e disponuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, janë mbi 59.000 shtetas të cilët kanë lëvizur përmes këtyre dy pikave, prej të cilëve mbi 27.000 kanë hyrë në territorin shqiptar dhe rreth 31.000 janë shtetas të cilët kanë dalë kryesisht në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Aktualisht mbi 5.700 është numri i shtetasve të cilët kanë hyrë në vendin tonë për qëllime turistike, bazuar në të dhënat e disponuara nga këto pika të kalimit kufitar në Shkodër. Për të përballuar fluksin dhe shmangur pritjet e gjata në kufi, po punohet me të gjitha kapacitetet.